Shëndetje të dashur miq. Sot miku im Kasiriot Shipi kishte te faqja e tij në Facebook kishte hedhur apo publikuar një vendim të gjykatës së lartë, e cila ishte rekursuar prej tij në vitin 2016. Sot dje pas 9 vitesh, gjykata e lartë kishte vendosur, kishte dalë me një vendim përfundimtar. Plot 9 vite pritje për një vendim në gjykatën e lartë. Pra, në tablon e kësaj drejtësie të re, ju e kuptoni çfarë masakre po bëhet ndaj qytetarëve shqiptar. Kasiriot Shipi është një personalitet që njihet gjerësisht dhe kishte shprehur aty pakënaqësinë, keqardhjen e tij për një vendim i cili ishte shumë sensitiv, mund të themi, sepse diskutohej për një fëmijë të mitur e kështu me radhë. E imagjinoni miq, çfarë po ndodh sot me drejtësinë shqiptare. Është ajo që un kam folur dhe vazhdoj flas çdo ditë, që drejtësia shqiptare sot është në kolaps. Mblidhe pa pikën e turpit, gjithë palaçot e drejtësisë shqiptare sot që drejtojnë se drejtësisë shqiptare, se janë palaço, mblidhen në Vlorë dhe diskutojnë aty kryetarët e gjykatave të vendeve të lindjes dhe flasin për drejtësinë se si funksionon. Me në krye palaçon presidentin e Republikës së Shqipërisë, i cili paturpsisht nuk është i jashtë realitetit dhe nuk thot asnjë fjalë. Sot drejtësia shqiptare është në kolaps miq. Është në kolaps drejtësia sepse për të marrë një vendim të formës së prerë, minimumi duhen 12 vjet dhe maksimumi duhen 15 deri në 16 vjet. Dhe kështu që sot Shqipëria është në një gjendje skandaloze për sa i përket marrjes drejtësinë në kohë dhe në hapësirë. Nuk po flasim këtu pastaj për performancën e gjyqtarëve, nuk po flasim për vendimet janë të drejta apo jo. Kjo është një problematik tjetër që lë shumë për të dëshiruar, por unë doja të shpreh edhe një herë atë që unë kam thënë gjithë këto vite, që drejtësia shqiptare është shkatërruar me laps nga ata të cilët donin që të bënin reformën drejtësi. Kjo nuk ishte reformë drejtësi, kjo ishte reforma e shkatërrimit dhe dhënies dorë përfundimisht të drejtësisë shqiptare. Mos dëgjoni propagandën miq, mos dëgjoni asgjë tjetër, por duhet të na dëgjoni ne avokatëve, të cilët, jo të gjithë avokatët padyshim, por ne që flasim dhe konstatojmë dhe vëmë gishtin mbi plag që drejtësia shqiptare ka problematika të mëdha dhe si asnjë drejtësi tjetër, qofshin këto dhe në vendet e largëve të Afrikës, nuk është në gjendje që është drejtësia shqiptare sot. Unë nuk e di se si do ndodhi, unë e kam zgjidhjen, e kam dhënë dhe recetën time. Pasi e kemi diagnostifikuar mirë këtë sëmundje, receta është që të kthehen gjykatat e apeleve atje ku ishin, të kthehen gjyqtarët e larguar padrejtisht nga është quhet reforma drejtësi në punë, gjithashtu dhe prokurorët, dhe kështu që kjo të filloj të marrë të paktën të rikthehet pak a shumë një dhimbje, mund ta themi, të dhimbje e vogël të rekuperohet dhe kështu që të vazhdoj të eci drejtësia përpara. Unë vazhdoj të këmbgul, drejtësia shqiptare sot është në kolaps dhe vazhdon akoma më keq në vitet që vijnë.